Kanë kaluar pothuajse 3 muaj që kur rreth mesit të majit qytetarët shqiptar nisën atë që u pakzua si revolta e flamingove. Protesta lindi si kundërshtim ndaj tjetërsimit të pronës dhe projekteve për ndërtimin e resorteve luksoze në zonat e mbrojtura. Por shumë shpejt pakënaqësia u zgjerua dhe protesta mori një karakter të qartë politik, duke u kthyer në një lëvizje kundër qeverisë dhe më pas kundër të gjithë klasës politike. Pas 75 ditësh protestat nuk janë dalur. Çdo pasdite në qendër të Tiranës, qytetarët mblidhen në sheshe dhe më pas marshojnë drejt institucioneve qeveritare. Edhe pse ndërtesat e institucioneve janë aktualisht të mbyllura për shkak të pushimeve verore, protestuesit kanë vijuar të dalin në rrugë. Ajo që bie në sy pas 3 muajsh është fakti se lëvizja nuk është shuar. Pjesëmarrja ka psuar luhatja, por mira qytetarë vazhdojnë të protestojnë duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë Rama dhe një ristrukturim të thellë të shtetit, të cilin e konsiderojnë të kapur nga korrupsioni. Kërkesat e protestuesve kanë mbetur kryesisht të njëjta. Përveç dorëheqjes së qeverisë, ata kërkojnë shfuqizimin e ligjit 21/2024 për zonat e mbrojtura, ligjit 55/2015 për investimet strategjike dhe ligjit 20/2025 për investimet në zonat malore. Në të njëjtën kohë kërkohet anullimi i të gjitha lejeve të dhëna mbi bazën e këtyre ligjeve. Por lëvizja është zgjeruar edhe përtej çështjes së ndërtimeve dhe zonave të mbrojtura. Revolta e flamingove bashkon grupe të ndryshme të shoqërisë civile dhe përfaqësues të komuniteteve fetare, ndërsa në javët e fundit në qendër të protestave kanë hyrë edhe çështje të tjera që prekin drejt për drejt jetën publike. Një prej tyre është projekti i qeverisë për reduktimin e numrit bashkive përmes bashkimit të disa njësive vendore. Në Divjak, protesta e komunitetit kundër këtij projekti ka hyrë në ditën e 14. Në shënjesër të kritikave është vënë edhe Ministria e Kulturës pas koncertit të Kanye West. Sipas aktivistëve, ministria ka akorduar 4.2 milionë euro për këtë aktivitet, ndërsa mbështetja totale për artistët në vend është vetëm 1.9 milionë euro. Për protestuesit kjo është një tjetër dëshmi e prioriteteve të gabuara të institucioneve dhe arsye për ndryshime të thella në ministri. Ndërkohë protesta po zhvendoset edhe në terrenin institucional. Lëvizja për diasporën shqiptare së bashku me 11 organizata të tjera të shoqërisë civile i ka paraqitur KQZ-s një kërkesë për referendum për shfuqizimin e ligjit 21/2024. Sipas nismëtarëve, ligji krijon mundësi për spekulime dhe ndërtime në zonat e mbrojtura. Diaspora pritet luajë një rol më të dukshëm edhe në ditët në vijim. Lëvizja e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit ka njoftuar se do të bashkohet protestuesve në Tiranë më 15 dhe 16 gusht. Origjinën e kësaj lëvizje qëndronte projekti i kompanisë Affinity Partners të Jared Kushner, dhëndrit të presidentit amerikan Donald Trump për zhvillimin e një resorti luksos. Por brenda pak javësh protesta e tejkaloi atë çështje dhe u shndrua në një lëvizje të gjerë kundër qeverisë më pas kundër sistemit politik. Përballja nuk ka qenë pa pasoja. Në disa raste policia ka ndërhyrë me forcë për shpërndarjen e protestave dhe dhjetra demonstrues janë arrestuar. Numri i saktë i personave të ndaluar nuk është bërë publik. Sipas organizatës Drejtësisë Sociale dhe avokatit Gentian Seirani, disa prej të arrestuarve dyshohet se janë dhunuar gjatë kohës që ndodheshin në paraburgim. Pas 3 muajsh pyetja nuk është më nëse protesta do të vazhdojë, por se në çfarë forme do të hyjë në fazën e ardhshme. Nga sheshet e Tiranës, të nismat për referendum, nga protestat lokale të përfshirja e diasporës, lëvizja po përpiqet të zgjerojë presionin përtej protestës së përditshme. Nëse kjo energji do të ruhet edhe pas verës dhe nëse kërkesat e saj do të arrijnë të marrin një formë më të organizuar politike, kjo mbetet për tu parë. Por një gjë është e qartë, pas 75 ditësh, revolta e nisur në maj nuk është shuar dhe tashmë po përballet me sfidën më të madhe të saj, të vendosë çfarë do të bëjë më tej. Shkroi Dario Lukizano.